Jemi këtu në fidanishtë në Godonë që e specializuar për fidanet e perimeve. Ky vit, çka dallon nga viti kaluar, saj për këtë prodhimit fidan? Këtë vit, vegetacioni është më i vuën, mas pakti 10 ditë. Domethënë me vonesë kemi fillu shitjen e fidaneve për sera, në krahasim me vitin e kaluar. Ne po shih një dinamik, një frekuencë bukur e madhe. Interesimi është shumë i madh, kështu që kjo është rezultati i grondeve që ka dhënë Ministria e Bujqësisë, mandej komunat, sera të vogla, organizatat e huaja dhe janë rrit kërkesat për fidane. Prodhime familjare, por edhe komerciale. Ja, edhe familjare, edhe komerciale. Po natyrisht që edhe puna juaj e po kushtuar dhe cilësia produse fidane. Po normal, na fidanet mundohemi mi prodhu në mënyrë profesionale. Domethënë, janë të licencune, i kemi bon edhe analizat fitopatologjike, që janë dorë rezultatet e mira. Kështu që fidanet që përcillen te klienti janë 100% të pastërta, domethënë s'ka smundje, s'ka insekte, s'ka baroja, po shihet që këtë fidanet janë të kultivuar në substrat profesional, që është steril, edhe kjo ka pas një rezultat shumë të mirë. E tash, tha 10 ditë, po denin treg më vonë se vitin e kaluar. E çmimet nga viti i kaluar ma ndryshojnë. E ki fjallën për fidana, pak kemi bën një ngritje të lehtë çmimeve, për arsye se edhe çmimi i inputeve bujqësore ka pas një ngritje, mandej është ngritë edhe mirëmbajtja e sera. Çmimi i folisë, i punturave, gjithëve këtu, kështu që e kemi bën një ngritje të lehtë, po në krahasim me ngritjen e çmimeve të inputeve bujqësore, prapë është një çmim i përballueshëm. Nga vinë këtu konsumatorët? Konsumatorët vinë nga këtë territori i Kosovës, nga gjitha komunat. Domethënë, na fidanet i shisëm këtu në serë, domethënë treg nuk dalim. Nuk e praktikujmë tregun. A i mëson praktikën kultivuese? Na vazhdimisht ka që janë me përvojë, po ka dhe... Japëm edhe këshilla, po edhe ata që janë me përvojë, edhe ata janë të interesuar me fitu një uri të reja, sepse shkenca po ndryshon, edhe du të me përshtatë edhe ndryshime klimatike për shembull. Na jemi të i testu edhe kultivorët apo hibridet të cilat kanë rezistencë më të lartë ndaj ndryshimeve klimatike, kështu që konsumatori mos me pas të lashtë.